Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku në qendër të diskutimeve ishin çështjet sociale dhe ekonomike që prekin qytetarët. Ndër pikat kryesore të rendit të ditës ishin miratimi i ndihmës ekonomike për muajin prill për familjet në nevojë, ashtu dhe fondi përdorimit të kushtëzuar e të tjerë. Gjatë mbledhjes u diskutua edhe nisma për krijimin e një grupi mbështetës në shërbimin zjarfikës. I pranishëm në mbledhjen e zhvilluar, kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, bëri me dije një sër vendimesh të rëndësishme si për qytetin ashtu edhe për zonat rurale. Për të bërë disa ndërhyrje emergjente, dhe nëse do shohim gjithë fondit, i duket 30 milion lekë të reja, 300 milion lekë, do t'i kalojë shërbime publike. Do t'i kalojë shërbime publike me mbështetje financiare, qoftë me materiale ndërtimi, qoftë me pajisje, kanë kërkuar një kamion dhe shkarkus në mënyrë emergjente, me kosha, me stola, ndryqim dhe gjithë pjesat e tij. Ne kemi një emergjencë me një kanal vaditës në fshatin në kotrën e Çepunës. Aty kemi një rëshkitje masive dhe duhet bëjmë një ndryshim që një 10 milion lekë, pra 1 milion lekë dhe 1 milion lekë të reja, 10 milion lekë të vjetra. Përse ndryshimi në qendër dhe po investojmë në Kordos, ka ndryshim rrugë, ta mbaroj. Jemi në proces. Sa përkthehemi nga kthesa, rruga kryesore për Bajt Lazara me 35 ndriçues. Jemi në bashkëpunim me jo vetëm ndriçues. Mbledhja u mbyll me miratimin e pikave kryesore të rendit të ditës, ndërsa vendimet e marra pritet të ndikojnë drejt për drejt në trajtimin e çështjeve sociale dhe ekonomike të banorëve të Gjirokastrës, duke adresuar një pjesë të nevojave të komunitetit vendas.